Megjithëse jemi tashmë në sezonin veror, transporti urban në qytet vijon të jetë një gangrenë e vërtet. Qytetarët e Vlorës, ata të cilët e përdorin çdo ditë këtë shërbim, siç shtrëgojnë edhe vetë, detyrohen që për minuta me radhë të presin në vende ku nuk ka asnjë stres, në mes të diellit apo edhe të shiut. Qytetarët thonë se më shqetësues është edhe fakti se nuk ka asnjë informacion si mbi oraret e linjave brenda qytetit. Kjo situatë sipas tyre rëndon edhe pushuesit, të cilët nuk kanë as informacionin më të vogël mbi oraret apo edhe destinacionet. Kjo problematik sipas qytetarëve ka vite që nuk përmirësohet, por po ashtu është tepër i domosdoshëm që qyteti të ketë stacione të mirëfillta autobusi, pasi shërbimi urban përdoret gjërësisht në sezonin veror, e lë një shije të hidhur për pushuesit vendase të huaj. Duhet të ketë, patjetër duhet të ketë, se nuk ka. Pres, e përdor urban. Po. E përdor rrallë. Si janë kushte? Si mbas orare që kanë ata 10 qerekore, vinë normal. Po ju e dini Po unë them, jo, nuk ka. Ka qenë një atje poshtë edhe hoqen. Tash neve vim këtu, ai duhet ishte, ai stacioni atje. Sa e vështirë është? Shumë e vështirë është bie nënës. Oraret, ne çfarë themi ne po rrim, po presim. sa presin? Pa dhe gjysmore pret, ç'të bësh? I di oraret, do me thënë... Ja, nuk e di, ku e di nëna, nuk e di, ja. Ja, si shikon vetë, ç'të të themi neve. Gjëno një hi edhe futa, si sëri do, da? Ja, në je po një tani e vështirë, po mase do rregullohet. Asi do rregullohet. Duhet ishte reguluar që... Po duhet se tani atje për shumë pa një stre kur bie shija ne vim futemi në çadëret të këto. Po mase do i rregullohen çfarë. Mase me mira do be ku do. Edhe tani që është behar, djeli është prapë. Ja ne zëm këto hijet. Tabela informuese Jo, oraret? s'ka, nuk ka, jo. Vetëm iki në amëndje, për shumë që mund të ketë, se mund të ketë pa djetë, mund të ketë shumë. Su regulua, do ngelemi kështu si jemi. është në nivellet e dura? Po jo, qa nivel, atje nuk ulesh do të dato se dilet autobusit, pse për një fshes të vogël nga ato, të pastroj një qik ato se dile, po tër plura e tër pislëhe. Që atje në autobus brëmë. S'ka tënda dhe stola, ajo po, është e vërtet, duhet të. Nuk ka as orare autobusit? Orare mas e ka, po stola këtu nuk ka, as të një tëndë. Kjo po Ju mungon. jeni të informuar për oraret, se në do i... Jo. Duhet këtë tënda? Po pa tjetër dhe stola. Tani ka dhe ma një ashtu se behar, ka lëvizje. Se këtu kur ju po qëndroni po flisni autobusit? Unë tani sa erdha. Ka si tabelë orientuese? Për këtë, ne e dhim që i vëndas, e dhim që këtu stacioni autobusi, dhe dhim. Do një huaj pëse me të pjotur. Po e ke se ke, qa do bësh? Do presë zba. Pse kjo situatë? A, ti parciat po. Ja, ku ka tabelat, ku dhe gjesh? Nga e dim që është? Ja, shikojmë ndalën, titi. Qa do bëj? Turisti të mësoj gjunë, pa të vi këtu. Ja, ne jemi pa orar, s'kemi orar. Përkara, s'ka orar, që do më orari? A, sa vështirë është. Po e ketë vështirë, ikë, mos prejtë. Se ke, rejtë. Qa do bëj? Kur të zë, në dhe mash. Do të përmirësuar, po kur ta gjejmë të ta përmirësojmë, pa mire këti. Vlen të theksohet edhe fakti se megjithëse kushtuan miliona lek, tabelat informuese për oraret dhe destinacionet e shërbimit të transportit urban, asnjë ditë të vetme nuk kanë funksionuar. Në qytet dhe në zonat që janë rehabilituar së fundmi, nuk janë ndërtuar streza të posaçme për të pritur udhëtarët.